Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahun e falenderojmë, salama dhe salavat e qofshin për me të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Vllazë dashur, jemi ka afrohemi fundit të kësaj serie në lidhje me mallin për Kur'anin, në lidhje me rikthimin ton të për një mend të sinqert drejt Kur'anit, dhe kjo është ligjërata pothuajse e parafundit në të cilën do të trajtojmë nga një këndvështrim se si duhet ta kemi parasysh kur e kapim Kur'anin dhe lexojmë Kur'anin, çka duhet me kërku na gjatë leximit tonë të Kur'anit. Nëse i marrim temat e Kur'anit, dietarët i kanë ndarë në shumë kategori. Një pjesë prej atyre temave është tauhidi, një pjesë prej atyre temave janë tregimet e pejgamberëve dhe një pjesë e tyre janë dispozitat. Mirë po, nëse thot dikush merre qysh prej surës Fatiha deri te surja Nas, cila është tema bosht, tema thelbësore që nuk ndahet prej asnjë faqe të Kuranit, ajo tematik, ajo tema që është më e rëndësishme, më kryesorja, në të cilën Allah i lartësuar na e godet në secilin ajet nga këndvështrime të ndryshme dhe për një arsye të caktuar. Nëse shikojmë tema bosht e Kuranit, thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, asnjë libër, as që është shpallur i mëparshëm, sikurse Torati e Injili, megjithëse kanë pësu devijime, pësime, ndryshime, sikurse Kurani, asnjë libër tjetër nuk e ka trajtuar ahiretin. Pra tema bosht në të cilën ne e gjejmë gjatë leximit tonë të Kuranit është çështja e ahiretit. Dhe kjo nga forma të ndryshme. Allahu i lartësuar nganjëherë na i përmend emrat e ditës së gjykimit. Dhe mjafton vetëm mi lexu emrat e ditës së gjykimit për mi kuptuar rëndësinë të cilat Allahu i lartësuar na ka përmend nga forma të ndryshme ditën e gjykimit. Sikur don me na tregu Allahu i lartësuar se kjo është çështja më e rëndësishme me çka do të përballeni. Nëse këtu arrini suksesin, atëherë me të vërtetë keni shpëtuar. Nëse aty keni me ngel, në çat provim keni me falimentu, atëherë me të vërtetë ju jeni të falimentuarit. Dhe Allah i lartësuar nuk na e bën këtë inkurajim ose këtë tërheqje të vërejtjes për ndonjë arsye terciare ose sekondare, mirë po arsyeja kryesore është që të përgatitemi për takimin me Allahun e lartësuar në ditën e gjykimit. Dhe nganjëherë na përmend me emra të ndryshëm, nganjëherë na përmend si cilësi e pejgamberëve që e kujtojnë vazhdimisht ahiretin, nganjëherë na përmend sure të tëra në përshkrim të ditës së gjykimit dhe kiametit dhe të ndodhisë, dhe kjo vetëm për një arsye, pra që ne ta kemi parasysh që tema bosht të cilën ne duhet ta kërkojmë në Kur'an është dita e gjykimit. Është ringjallja, dhënia llogarisë dhe arritja e shpëtimit duke u bërë nga banorët e xhenetit dhe duke shpëtuar nga zjarri i xhenemit përgjithmonë. Do t'i përmendim disa prej emrave të cilat Allah i lartësuar i ka përmendur për ditën e gjykimit, për mi kuptuar që tema bosht ose tema kryesore, ai boshti kryesor i Kuranit është tematika e ditës së gjykimit dhe dita e ahiretit, vetëm mi pas parasysh pra çysh e ka përmend Allahu i lartësuar ahiretin dhe lexuesi i Kuranit pastaj e merr parasysh se gjatë leximit të Kuranit a duhet të ndalet te kuptimet e kësaj dite apo vetëm tek shqiptimi i mirë i shprehjeve së ditës së gjykimit që ta merr e atë shpërblimin e leximit, apo duhet të ndalet disa çaste të meditoj, ta sheh veten se çysh i bjen më kon në arasat el yawm el qiyame, në atë fushën e ditës së gjykimit dhe ta përjetoj me bindje, duke e prit dhënien e llogarisë për çdo fjalë, për çdo vepër, për çdo qëndrim, për çdo qëllim që e ka pas para Allahut të lartësuar. Atëherë e shohim se Allah i lartësuar ditën e fundit e përmend sikur Yawm al-Akhir. Dhe kjo është një prej emrave që përmendet shumë në Kur'an. El-Azifa, dita që po afrohet, e afërta. Yawm al-Ba'th, dita e ringjalljes. Yawm at-Taghabun, dita e humbjes apo e fitimit të vërtetë. Aty domethënë shfaqet ku njerëzit ju shpalosin ato mashtrimet të cilat i kanë pretenduar. Ata fitimtarët e rrem që kanë qenë në dunja, e kuptojnë a kanë qenë me të vërtetë fitimtar apo jo. Apo ata që kanë humb në çështjet e ekonomisë, në çështjet e biznesit e kështu me radhë në jetën e kësaj bote, ndërsa ndodh që në ditën e gjykimit e kanë ruajtur imanin dhe dalin fitimtar, e shohin se kush është fitues, respektivisht humbes i vërtet. Yawm at-Talaq, dita e takimit.
kur robërit do të takohen me Allahun I lartësuar, do të takohen me veprat e tyre. Yawmut tunadi, dita e thirrjes. Yawmul jam', dita e tubimit. Yawmul hisab, dita e dhënies së llogarisë. Al-haqa, e pashmangshmja, realiteti që do të ndodh patjetër. Yawmul khulud, dita e përjetësisë. Yawmul khuruj, dita e daljes nga varret. Yawmud din, dita e gjykimit, dita e shpërblimit. As-sa'a, momenti ose ora ose çasti. As-sakha, dita ose ushtima shërdhuese. At-tam, katastrofa e madhe, që I mbulon të gjitha fatkeqësitë. Nuk ka fatkeqësi ose katastrofë më të madhe se kiameti kur ndodh. El-ghashia, ajo ditë ose ngjarja gjithë përfshirëse, mbuluese të gjitha ngjarjeve të tjera. Yawm al-fasl, dita e ndarjes, ku ndahen antarët e familjes nga njëri tjetri. Ndahen besimtarët dhe jo besimtarët. Bëhet ndarja e vërtet. Kush shpëton dhe kush dënohet në zjarrin e xhenemit. Yawm al-fath, dita e vendimit dhe fitores. Yawm al-qiyamah, dita e kiametit. El-qari'a, goditja tronditse. El-waqi'a, ngjarja e pashmangshme. Yawm al-wa'id, dita e kërcënimit. Dhe këto janë disa prej emrave të cilat Allahu I lartësuar e ka përmend ditën e gjykimit në librin e tij, në mrekullinë më të madhe që e ka zbritur njerëzimit, për të cilin ju ka folur dhe ju flet Allahu I lartësuar njerëzimit në Kur'anin fisnik. Andaj vëllazën, ne kur e lexojmë Kur'anin, duhet të ndalemi dhe ta shikojmë se dita e gjykimit është një realitet I pashmangshëm. Është nga cilësitë e profetëve të cilët e kanë pasur parasysh vazhdimisht ditën e gjykimit dhe dhënien e llogarisë, dhe ditën e ringjalljes. Dhe besimtari sa më shumë që e ka parasysh ditën e gjykimit, aq më shumë do të përfitojë nga leximi I Kuranit dhe aq më I devotshëm do të jetë dhe aq më I ruajtur, I mbrojtur prej gafletit dhe shkujdesit do të jetë. Andaj ne e lexojmë në çdo sure të Fatihas Yawmiddin, Maliki Yawmiddin. Pse e lexojmë? Se sunduesi ditës së gjykimit ku do të dalësh para Allahut të lartësuar dhe kimë dhënë llogari. Dhe në ato momente kur ti këtë ajet ja lexon vetvetes ama me bindje, duke e pa parasysh domethënë përshkrimin të cilën Allahu I lartësuar ja ka bë ditës së gjykimit, vetëm në emrat mja përmend, mjafton si të merrim, mjafton si frikë që ty më të rizgju, me të këndell domethënë nga fletin, nga shkujdesja e dunjas, nga shpërfillja e urdhrave të Allahut të lartësuar. Pastaj kujtimi I ditës së gjykimit ndihmon që ta aktivizosh devotshmërinë në ulje të shikimit, në mos marrje pjesë në tubime të ndaluara, të përzimjes së gjinive e kështu me radhë. Gjitha këto janë që ty me të dëgju dhe me të bë vigjilent, kujdesshëm para një realiteti të pashmangshëm. Nuk I ka ik. Gjithë secili prej nesh nuk kemi ka ikim. Mjafton si fakt tjetër, përveç emrave të cilat Allahu I lartësuar I ka përmendur për ditën e gjykimit, veç fakti që Allahu I lartësuar thotë fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Dita e gjykimit, dhënia e llogarisë do të jetë në një ditë që do të zgjat 50,000 vite. 50,000 vite. Më ndal vetëm në çet numër. Do të sa jetë kemi na? Dikush 30, dikush 40, dikush 50, dikush aty parë. 50,000. Një vjet më shku 365 ditë. Hajde nëse është me llogaritje hënore 355 ditë. 50,000 vite. Kush mundet me bosabër? Kush mundet me përvallu? Kush mundet me prit në rënd derisa të vjen rëndi për mu gjyku? Andaj e shohim që pejgamberët nga tmerri I ditës së gjykimit, veç me kërku leje tek Allahu I lartësuar, që me fillu gjykimi. Veç me fillu gjykimi. Thojnë nefsi. Duke janë nisë Ademit, Nuhit, Ibrahimit, Musait, Isës, deri tek pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam që përgjigjet dhe shkon tek arshi I Allahut të lartësuar dhe Allahu ja hap ato lavdërimet dhe falënderimet dhe e kërkon ndërmjetësimin për umetin e tij. Andaj vëllazën, nganjëherë nuk ka nevojë për shumë ligjërata, për shumë libra, për shumë këshilla, sa mi zgju zemrën nga gafleti, sa I duhet besimtarit vetë të ndalet disa çaste, të meditoj dhe të mos I thot vetit se je si në gjumë. Jo, realitet është kjo. Nuk I ka ik. Kjo realitet na pret gjithëve neve. Andaj shpëton ai të cilën Allahu I lartësuar e ka plën me mëshirën e tij. Një ditë për ditëve kom dëgjuar një shkëputje, një pyetje ja dërgoi njëri prej dietarëve të Medinës, fakihut të njohur Muhammed el-Mukhtar al-Shankiti.
është i njohur për këshillat e tij, që në fund të ligjëratave pas shpjegimit të fikut, zakonisht ja shtrojnë disa pyetje dhe përgjigjen. Dhe e pyesin shehun e nderuar dhe i thojnë na këshillo diçka. Na këshillo diçka në lidhje me diçka që ka na i zbut zemrat, na përkujton ahiretin, përgatitjen për takimin me Allahun. Dhe ja u lexon 2 sure. Sure të cilet i lexuam në namaz të akşamit. Surën Zelzele edhe surën El-Qariya. Çka thuhet në surën El-Zelzele? Surja e dridhjes, e tronditjes. Men ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Kush vepron qoftë edhe një thërmi, një kokër meli, një thërmi shumë e vogël për veprave të mira, do ta sheh. Dhe kush vepron sa një thërmi vepra të këqija, do ta sheh. Nëse ndalesh dhe e mediton këtë çështje, që kimi gjetë tek Allahu i lartësuar, çdo vepër të mirë që e ke bo, kjo të nxit që të shtosh veprat e mira. Kjo të nxit që kur të kaplohesh nga nebelia për kështia, të ngritesh, ti falësh edhe ato 2 rekate, se ato 2 rekate do t'i gjesh. Ta falësh vitrin, mos flesh pa fal vitrin. Të agjërosh në vapën e nxehtë, në rrugën e Allahut, do ta gjesh gjithë ato momente që ke duru etje, të tjerë ndoshta kanë qenë duke u dëfryer këtu, dhe ti që me të rujtë Allahu i lartësuar për etjes së madhe, për vapës së madhe të ditës së gjykimit ka agjëruar në rrugën e Allahut, do ta gjesh. Qoftë edhe një buzëqeshje në fytyrën e vllaut, qoftë edhe një selam, qoftë edhe një mesazh që ja dërgon dikujt, mja ndrejç ditën, me fut gëzimin në zemrën e besimtarit. Gjithë ato do t'i gjesh. Po në anën tjetër, do t'i gjesh edhe veprat e këqija, edhe të qofshin ato edhe më të vogla, nëse nuk pendohesh e nuk kërkon falje për to. Andaj Sheikh Shakiti, Muhammed al-Mukhtar al-Shakiti, ju thotë nuk ka diçka që ta këshillon që është më efikase në zgjimin e zemrës, se sa me ja lexu fjalën e Zotit, me ja lexu këto 2 sure. Edhe thotë dikush këto 2 sure i duken dikujt të shkurtra me të cilat i falim nafilet me to. Ama nëse ndalesh dhe e shikon kuptimin e këtyre 2 sureve, vallahi të mjaftojnë si këshill. Mjaftojnë si këshill. Kur do të dalin njerëzit, do t'i shfaqen gjithë ato që ai kanë vepruar, do t'i sprovohen, do t'i nxjerrin ato që ai kanë në zemrat e tyre. Gjitha këto me 2 sure të shkurtra mjaftojnë si këshill për mi rizgju zemrën dhe mu përgatit për në takimin me Allahun e lartësuar. Pastaj surja El-Qariya, ku Allahu i lartësuar e përshkruan atë llahtarinë e zjarrit, atë merrin e zjarrit, atyre të cilët ju peshojnë peshorët e tyre me veprat e mira dhe kuj nuk i peshojnë, domethënë me veprat mira, po i peshojnë me veprat e këqija. Ai përfundon në zjarr të xhenemit, ky zjarr i ndezur fort. Allahu na ruajt neve dhe familjet tona. Andaj besimtari duhet ta ketë parasysh që nuk e ngjall zemrën e tij më shumë se sa për kujtimi i ahiretit. E në veçanti, domethënë për shkrimin të cilën Allahu i lartësuar ja bën ditës së gjykimit me emrat të cilët Allahu i lartësuar i ka përmendur, pastaj përshkrimi të xhenetit, përshkrimi të xhenemit, dhënies së llogarisë dhe këto përshkrime ku janë ardhur edhe në sunet. Ajo çfarë ndihmon tjetër, se çfarë ndihmon domethënë kur ta kesh parasysh ditën e gjykimit, takimin me Allahun e lartësuar, atëherë ti heq dorë nga gjërat, tregohesh asket, tregohesh zahid në çështje çfarë nuk të bojnë dobi në ahiret. Por kjo është një gradë e lartë e devotshmërisë. Besimtari kur e ka parasysh ahiretin, e synon arritjen edhe kësaj grade. Cila është kjo gradë? Grada e zuhdit. Të heqësh dorë nga gjërat çfarë nuk të bojnë dobi në ahiret. Dhe kjo nganjëherë na e kufizojmë vetëm me çështjet materiale. Jo këtu hyjnë edhe mohabetet e kota, të cilet ne hyjmë e thellohemi në to, në analiza politike, në analiza sportive, kur besimtari e ka parasysh se do të delë në ditën e gjykimit, në atë llahetari të madhe të tmerrave të ditës së gjykimit dhe nuk e shpëton ndryshe përveç se imani dhe veprat e mira, ai heq dorë edhe nga gjërat e kota. Kjo përfshir rrjetet sociale, përfshir komentet e tepërta, përfshir gjitha ato çfarë nuk të bojnë dobi. Kjo është një gradë e lartë e devotshmërisë. Në këtë gradë duhesh të heqësh dorë nga ato gjëra çfarë ta dëmtojnë ahiretin. E kjo është el-wara. El-wara është ajo çështje kur besimtari heq dorë nga haramet. Le që zbaton urdhrat, po heq dorë edhe nga gjërat e dyshimta që mujnë mi dëmtu në ahiret. Ndërsa sipër kësaj është zuhdi që heq dorë edhe nga gjërat që ndoshta të lejuar janë. Halal i ka, po heq dorë se i sheh si të parëndësishme dhe të padobishme në ahiret. Pastaj kur besimtari ka parasysh ditën e gjykimit,
i rrit edhe synimet e tij. Zemra e tij pastrohet me qëllime të pastra dhe fisnike. Nuk e kërkon lavdin dhe lavdatat e pozitën e famën në sytë e njerëzve, nga se e ka parasysh se kur besimtari e kërkon përmes adhurimeve të tij, veprave të tij, lavdrimin e njerëzve, bjen nga shikimi i Allahut dhe e hub peshën dhe pozitën tek Allahu i lartësuar. Qysh ka mundësi dikush me adhurimet që i bën dhe e ka parasysh ditën e gjykimit përpara se ka me dalë me dhon llogari para Allahut të lartësuar, ta lë synimin e Allahut e ta kërkojë lavdimin e pozitën në sytë e njerëzve dhe në zemrat e njerëzve. Kur e ki ditën e gjykimit përpara, dhënien e llogarisë, atëherë edhe sinqeriteti përmirësohet. Me një fjalë përmirësohet të tërë zemra, se atëherë jeton për Allahun. Allahu është synimi i vetëm i joti dhe vdes për Allahun. Dhe ringjallesh pastaj për Allahut dhe me lejen e Allahut do ta kesh një llogari të lehtë tek Allahu i lartësuar, ai i cili vepron kësaj. Allahu i lartësuar, përveç se ditën e gjykimit na ka përmendur me emra, pastaj në surat e veçanta na ka përmendur edhe në forma të ndryshme. Allahu i lartësuar thotë: "Wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadha al-Qur'ani min kulli mathal." Në këtë Kur'an jo kemi sjellur njerëzve çdo shembull ja u kemi sjell njerëzve në forma të ndryshme. Wa kadhalika anzalnahu Qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi min al-wa'id. Këtë Kur'an e kemi shpallur në gjuhën arabe dhe në të kemi shpjeguar çdo kërcënim, çdo tërheqje vërejtjes që besimtarët dhe njerëzit të mos kenë justifikim në ditën e gjykimit kur dalin para Allahut dhe thojnë: "O Allah, nuk na ke tërheq vërejtjen se po Allahu i lartësuar ka zbritur sure të tëra me na tregu se kjo ditë do të na pret, është ditë e vërtetë dhe është ditë e pashmangshme." Pastaj Allahu i lartësuar në Kur'an, qysh në fillim të shpalljes e deri në ajetet e fundit të cilën Allahu i lartësuar ka zbritur, na i ka tregu 3 përgjigjet kryesore të gjithë filozofët e të gjithë njerëzit i mundojnë ato 3 pyetje. Është prej ka kemi ardhur, pse jemi në këtë botë dhe ku do të shkojmë. Domethënë, pyetjet filozofike që i mundojnë njerëzit, filozofët e kohës tonë apo të kohës të kaluar, muslimani më i vogël, i cili i mëson përgjigjet e 3 pyetjeve: kush është Zoti yt, cila është feja jote dhe kush është pejgamberi yt, i din ato përgjigje me thjeshtësinë më të vogël. Dhe Allahu i lartësuar këtë objektiv madhështore të ditës së gjykimit, prej ka kemi ardhur, Allahu i lartësuar na ka kriju, pse jetojmë, që Allahun më adhuru dhe ku do të përfundojmë? Do të përfundojmë në ditën e gjykimit kur do të dalim para Allahut me dhënë llogari për ato çfarë kena vepruar, çfarë kena besuar dhe çfarë qëndrimi kena marrë. Kto Allahu i lartësuar na i shpjegon qysh në surën e parë në të cilën Allahu i lartësuar ja ka shpallur njerëzimit. Cila është fillimi i surës që ka ardhur? Surja Alaq: "Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq." Allahu ka kriju, lexo me emër të Zotit i cili të ka kriju. Pra fillimin e ki në ajetet e para të cilën ka zbritur. "Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram." E ka kriju Allahu njeriu nga një droçk gjaku dhe lexo si për Zotin i cili ty të ka ndëru, Zotin me bujarin dhe me fisnikin. Pastaj përfundimi i njeriu në ditën e gjykimit është në ajetin e fundit i cili ka zbritur, thot Allahu i lartësuar: "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun." O njerëz, o besimtar, friksojuni një ditë. Turja'una fihi ila Allah, do të ktheheni tek Allah. Pra ne kemi qenë të krijuar për Allah. Do të kthehemi tek Allah. Nuk është stacioni joni i fundit, vetë banimi joni i përjetshëm në dunjë. Do të kthehemi tek Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Pastaj gjithë secili shpirt, gjithë secili njeri do ta merr atë çfarë ka mbjell me durrët e tij. Ka vepruar me durrët e tij. Wa hum la yudhlamun. Dhe ata atyre nuk do t'ju bëhet pa drejtësi. Me tregu Allahu i lartësuar që ai është më i drejti, do të gjykoj dhe kush bën mirë do të gjen mirë. Men amila salihan fali nafsi, kush bën vepra të mira e ka për veti. Wa man asaa fa alayha, e kush bën vepra të këqija edhe ato i ka për veti, do t'i korrë ato. Andaj besimtari kur e man para syve të tij ditën e gjykimit, dhënien e llogarisë, xhenetin e xhenemin, çdo ditë të tij do të bëj veprat e mira se qysh më shpëtuan nga zjarri i xhenemit, e qysh më bën nga banorët e xhenetit, qysh më hyj në xhenet, qysh më fitu kënaqësinë e Allahut dhe nuk kënaqet me pak. Vazhdimisht i ngrit ambicet më lart e më lart. E lexon fjalën e Zotit, andaj e shohim që besimtari
sa më shumë që e lexon Kur'anin dhe e ka parasysh për kujtimin e ditës së gjykimit, gjatë leximit të Kuranit, me leximin e Kuranit e shton imanin. Dhe këta ku e gjejmë? E gjejmë te pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në Ramazan. Sa herë është taku me Xhibrilin në mësim të Kuranit, që ka ardhur në hadith. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njëri me bujar. Mirë po bujaria e tij e ka arrit skajin, kulmin e bujarisë, atëherë kur është taku me Xhibrilin në mësim të Kuranit. Pse në mësim të Kuranit? Me takim të Xhibrilit, të dërguarit të Allahut të lartësuar që më ia shpallin e fundit pejgamberit të tij, ku është përkujtu ahireti, ku është përkujtu xheneti xhehenami. Bujaria ju ka rrit edhe më shumë, se e ka kuptuar se çdo gjë që e ka nga jeta kësaj bote s'ka vlerë, s'ka peshë. Ne jetojmë në këtë botë. Duhet të punojmë në këtë botë, po qëllimi kryesor duhet se qysh ta fitojmë xhenetin dhe të shpëtojmë nga zjarri i xhehenamit. Dhe këto vëllezër e gjejmë edhe në surën Fatiha, të cilën sa shumë e lexojmë. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Lavdërimi, falënderimi takon Rabbul Alamin. Kush është Rabb? Kujdestari, Zoti, krijuesi, furnizuesi, drejtuesi të gjitha çështjeve tona. Ai që na rregullon, ai që na edukon, ai që na kujdeset për neve. Ne jemi prej krijesave, ndërsa çdo gjë përveç El Alamin çka është? Është çdo gjë përveç Allahut. Të gjitha janë alamin, të gjitha botët. Dhe ne jemi prej kësaj El Alamin. Allahu i lartësuar është Zoti i të gjitha krijesave, të gjitha botëve. Pastaj, kjo është fillimi, pra ato pyetjet, përgjigja për ka është fillimi. Jo Malik Yawmiddin, sunduesi i ditës së gjykimit, atëherë ku do ta marrim llogarinë dhe do të japim llogari për veprat tona tek Allahu i lartësuar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in është përgjigja për çka jemi kriju në jetën e kësaj bote, që mi adhuru Allahun e lartësuar. Andaj vëllezër, ne në jetën e kësaj bote provohemi se kush është më vepër mirë. Se çish pi adhuron Allahun e lartësuar duke qenë në rini, në moshritur, në pleçri. Çish pi adhuron Allahun e lartësuar duke qenë i shëndosh, në sëmundje, në varfëri, në pasuri, në mirëqenie e në sprova. Allahu i lartësuar thot: "Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Është ai i cili ka krijuar vdekjen dhe jetën që t'ju sprovoj juve. Që t'ju sprovoj se kush është më vepërmir, kush po i bën veprat më e mira. Andaj vëllezër, ne duhet të përpiqemi që të tregohemi rob të Allahut të lartësuar në të gjitha gjendjet ku jemi. Pra, e jona nuk na takon me zgjedh dëshira e teket tona. Ne duhet të zgjedhim atë çfarë Allahu i lartësuar kërkon nga ne. Duhet të pyesim çka ka lyp Allahu i lartësuar nga unë në këtë gjendje. Është koha namazit, qofsh fal namazin. Është koha agjërimit, agjëron. Është koha zakatit, e hap zakatin. I bindesh Allahut të lartësuar në çdo gjendje apo në fazë të jetës në të cilën ti gjendesh. Edhe duhet me pas parasysh që shejtani misionin kryesor e ka me na largu neve nga kujtesa jon për ditën e gjykimit. Pra, me na largu neve nga memoria, mos mi përkujtu ditën e gjykimit. Andaj e gjojmë vëllezër që shpesh njerëz edhe më përkujtu vdekjen, nuk i vjen shumë mirë. Nuk i vjen shumë mirë, se kanë qef me najt në atë komfort zonën e gafletit. Nuk kanë qef fort mi përballu me këtë farë realitetin me të cilën përballen. Edhe mundohen sikur pi shtyjin, pi largojnë pi muhabetit, sikur po dojmë një shtyje edhe vdekjen. Në realitet ata vetëm janë ka e mashtrojnë veten, se ai realitet është i pashmangshëm. Andaj shejtani është betu që ka mi deviju njerëzit dhe ka mu betu, domethënë është betu që do t'i mashtroj dhe do t'i vijoj njerëzit përveç robërve të Allahut të lartësuar të sinqert. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Do t'ju zbukuroj jetën në kësaj bote dhe do t'i mashtroj të gjithë, do t'i devijoj të gjithë. Përveç robërve të sinqert të Allahut të lartësuar, ata do të jenë të shpëtuarit. Ata kush janë këta robë të sinqert? Çka na ndihmon neve më kon të sinqert? E thash në fillim, mi pas parasysh, mi pas në mendje dhe në bisedat tona ditën e gjykimit. Dhe daljen para Allahut të lartësuar. Pastaj nëse ti ndalesh dhe i lexon suret ku Allahu i lartësuar flet për ditën e gjykimit, për dhënien e llogarisë, për ushqimin e banorëve të xhehenamit, e për ushqimin e banorëve të xhenetit, e për prehjen dhe selamet, ato myrzët që japin me lajkeve besimtarët, atëherë ti mundohesh me mishe me shpirt, me të gjitha forcat, mas pari mi shpëtu veten. Dhe pastaj mi shpëtu familjen tonë. Ai i cili është gafil për ditën e gjykimit, ai nuk i jep zor që të ozohen prindërit e tij. Ai nuk
nuk mundohet me mishë me shpirt që ti shti mu fal vëllezërit e motrat e tij, të gjakit. Sikur është gafil edhe sikur e ka arrit atë shpëtimin e vetes së tij dhe tash nihet komod, unë shpëtova, të tjerëve le t'ju hi flaka. Ja, ai besimtar që e ka parasysh të merren e ditës së gjykimit, nuk mundet me po sy me shti gjumë në sytë e tij të rahatshëm. Nuk mundet me flajt rahatshëm pa bo me mish e me shpirt, mu mundu që mi shpëtua të tjerët. Atë sa ka mundësi. E Allah i lartësuar të shpërblen në bazë të përpjekjeve tuaja. Pastaj vëllezër, duhet të kena parasysh që ai besimtar i cili e ka parasysh domethënë ditën e gjykimit dhe dhënien e llogarisë, dhe të merret e asaj dite me emrat të cilët i përmendëm dhe me gjatësinë e asaj dite, atëherë ky besimtar i jep përparësi çdo gjëje çfarë Allahu i lartësuar kërkon dhe i te i kalon qefet, lukset e jetës së kësaj bote. Allahu i lartësuar thot: "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah." Ka nga njerëzit të cilët vetët e tyre i shesin që ta fitojnë kënaqësinë e Allahut. Sakrifikojnë. Këta rob që synojnë kënaqësinë e Allahut, që Allahu i lartësuar më kon i kënaqur me ta, këta rob sakrifikojnë çdo gjë çfarë del në rrugë përballë kënaqësisë së Allahut. Haramet nuk bëhet llaf. Muçu më fal. 5 vaktet, 50, nuk bëhet llaf se kënaqësia e Allahut është në pyetje. Andaj ky besimtar që e ka parasysh fitimin e kënaqësisë së Allahut, ky sakrifikon dhe në rrugë të Allahut të lartësuar çdo gjë është e lirë për ta. Flijon çdo gjë çfarë ka. Qoftë edhe jetën e tij, nëse duhet, e flijon që ta fitoj kënaqësinë e Allahut të lartësuar dhe të shpëtoj nga zjarri i xhenemit dhe të bëhet nga banorët e xhenetit. Pastaj vëllazën, duhet ta kena parasysh një gjë tjetër, se ne duhet ta kurojmë zemrën tonë me fjalën e Zotit. Fjala e Zotit, Kurani është ilaçi janë barnat me të cilët ne duhet ta mjekojmë zemrën. Është sikurse shiu për tokën. Mirë po, ky shi duhet me ra në kohra të përshtatshme. Edhe ne duhet ta shikojmë gjendjet e zemrave tona. Duhet të shikojmë se kur këto zemra janë të përmalluna për Allahun. Që t'ja lexojmë ajetet e përmallimit për Allahun. T'ja lexojmë ajetet e shpresës, ajetet e xhenetit. Kur këto zemra tona janë në gaflet, janë në shkujdesje, janë të dhëna pas. Pra kur zemra është e dhënë pas dunjas, atëherë trupi vrapon pas dunjas. Atëherë t'ja përkujtosh ajetet e xhenemit, ditës së gjykimit, e të frikës, e t'ja tërheqësh vërejtjen që në mënyrë që të zgjohet, të këndellet, nga se ajo zemër që cilën ti ja lexon ajetet e ditës së gjykimit, atëherë është e pamundshme që kjo zemër mi ik namazi. Është e pamundshme mos mi dal gjumi për namaz të sabahit, është e pamundshme mos më mi pas në wird të caktuar të leximit të Kuranit. Andaj e shohim vllazën se sahabët kanë pas wird me pajtimin e të gjithë dietarëve dhe pothuajse nga të gjithë dietarët është përmendur se sahabët kanë pas wird të caktuar të Kuranit dhe kanë lexuar, dikush më pak, dikush më shumë, ama kanë pas wird të caktuar që e kanë mjeku imanin e tyre, e kanë shëruar zemrën e tyre nga kthetrat e dunjas. Dunjaja ka kthetra, ka në kaplon, sërshon derisa ata shtin në rreth. E haj besimtar që shpëton nga kthetrat e dunjas, nga mashtrimi mas dunjas. E ne duhet ta jetojmë në dunja, po duhet ta shfrytëzojmë dunjan që ta fitojmë ahiretin, atëherë nuk ka zgjidhje që të triumfojmë mbi dunjan përveç se me fjalën e Zotit. Nga se kjo është fjala të cilën Allahu i lartësuar ka folur me të. Ja ka shpallur Xhibrilit dhe Xhibrili ja ka përcjell pejgamberit dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka mësuar sahabëve dhe sahabët na kanë mësuar. Gjenerat pas gjenerate na ka ardhur i ruitur pa i humbur asnjë harf deri tek ne dhe ne e lexojmë prej elhamdulillahi rabbil alamin deri tek surja Nas. Pa i mungu asnjë shkronjë. Ja gjejmë Muad ibn Jabelin, edhe një sahabi tjetër, Abu Musa al-Ash'ari. Njëri prej tyre thotë, unë e ndaj leximin e Kuranit, sa një pjesë të gjatë ditës, sa një pjesë gjatë natës. Ndërsa Muadi thotë, unë e flej në fillim të natës, pastaj zgjohem dhe lexoj aq sa Allahu i lartësuar ma mundson mua të lexoj nga Kurani. Dhe thotë, unë e llogaris gjumin sikurse e llogaris në njet edhe kur zgjohem mu fal natën. Pra e llogaris gjumin në fillim të natës që mi fuqizu, mi forcu trupin, që pastaj mi përballu faljen e namazit të natës. Hasani dhe Huseini, dy
Nipat e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, njëri prej tyre ka pas wirdin në fillim të natës së leximit të Kuranit dhe tjetri në fund të natës së Kuranit. Aisha radhiyallahu anha e ka lexuar wirdin e saj të Kuranit duke qenë e shtrirë në shtrat. Pastaj Allahu i lartësuar, kemi përmendur në vende të tjera, në sure të tjera, në ligjëratat e kaluara, ku Allahu i lartësuar nuk na ka justifikuar nga wirdi, nga leximi i Kuranit, qoftë në udhtim, qoftë i semur, po qoftë edhe në luftë në rrugt të Allahut. Nuk na ka justifiku, s'ka thonë, je i smut, mos lexo. Je në udhtim, s'ki nevojë me lexu. Je në luftë, i falen. Ki tjera derte. Allahu i lartësuar në surën Muzammil ka thonë faqra'u ma tayassara min al-Quran. Lexo sa të lecohet, sa të kish mundësi nga Kurani, ama mos e le, nga se këtu e kemi ilaçin. Nuk ka mundësi, ky është oksigjeni jon. Oksigjeni i zemrës është Kurani. Nuk ka ushqim tjetër me shka mi ushqy zemrën. Ti nuk mundesh me ushqy as me mjaltë, as me ushqim, me mishin më të mirin. Nuk mundesh me ushqy zemrën. Nuk ushqehet. Zemra ushqehet duke adhuruar Allahun. Dhe nuk adhurohet, nuk afrohet dikush tek Allahu më shumë se sa përmes fjalës së tij, që është Kurani. Andaj vllazën, e lutim Allahun e lartësuar që Kurani ta bëj pranverë të zemrave tona, dritë të gjuksave tona dhe të na mundsoj që të vërtetat kryesore, ato bashkë që janë përmendur në Kur'an, t'i majmë para syve tanë. E nuk kemi mundësi mi majtë para syve tanë nëse se lexojmë Kur'anin. Nuk kena mundësi mi ja kujtu vetit xhenetin e xhehenemin nëse se lexojmë Kur'anin. Nuk na mjafton një ligjërat një javë, s'mjafton një hutbë. Nëse të tërhiqet vërejtja dhe këshillohesh në atë hutbë, duhesh me bo përpjekje, me pas halka, vend tubim ku e mëson Kur'anin, ku e lexon Kur'anin, ku e kupton Kur'anin. Nga se vetëm leximi në arabisht nëse se din gjuhën arabe s'mjafton. Edhe mi di gjuhën arabe ki nevojë për tafsir. E lemo që se dini gjuhën arabe, çka të themi? Nëse veç i lexon Alif Lam Mim dhalika al-kitabu la rayba fi. Deri në fund. E përfundon hatmen dhe në fund s'ki kuptu kur gjë. S'ja ki përkujtu vetit qëndrimin para Allahut, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wallahi veç këtë ajet më marr dhe mi lexu. Kur zemra jote është në formë të mirë të imanit, mi ja lexu ky ajet ta ndryshon gjendjen e zemrës, ta rrit imanin dhe pastaj reflekton veprat e mira në rrugt të Allahut. Lutim Allahun e lartësuar të na ndihmoj që ta adhurojmë atë siç e meriton dhe siç është idenë ai, të na ndihmoj ta falenderojmë dhe ta përmendim sa më shumë dhe sa më mirë që kena mundësi. Qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim.